Jemi shumë të lumtur edhe që kemi këtë mundësi për me paraqit, me ju prezentu ju maturante mundësi që ju ofrojmë ne si universitet në Universitetin e Prishtinës, programet e ndryshme. Falenderoj përfaqësues të studentëve të Parlamentit Studentor që e kanë organizu këtë ngjarje, e cila dhe shënon nisjen e një fushate informuese për gjithë maturant lidhur me mundësi që i ofrojmë ne. Po ashtu i falenderoj edhe profesor, dekant e gjithë pjesëtarët e Universitetit të Prishtinës që kanë mundësu edhe që kanë inicu këtë fushat kampanjë informuese për student e së ardhmes edhe me këtë edhe armërinë të vendit. Si kur ta kesha mundësin edhe njëherë tisha ku kam qenë para dikun ma shumë se 3 dekada, edhe pse në kohën rrethana shumë të tjera, prap do e bëja vendimin e njëjtë, do aplikoja edhe do e prioritizoja Universitetin e Prishtinës. Kur të bëni pjesë e Universitetit Prishtinës, atëhere ju nuk do t'ju pyet askush se në cilin drejtim, anë drejtim të fushë Kosovës, atë Lipjanit. Nuk ka nevojë me ju pyet se jeni në qendër. Jeni në qendër jo vetëm të kryeqytetit Republikës të Kosovës, po edhe në qendrën ku ka dije, ku gjenerohet dije, ku studiohet e ku hapën perspektivat pafundme për të ardhmen. Unë ju ftoj ju gjithë maturantëve që të informoheni dhe që të merrni vendime mirë të informuara. Kur të merrni vendime mirë të informuara, me energjinë, me cytjen, me vullnetin që e keni, ju vetëm që do të arrini suksese studimet e tuaja, po edhe do të shijoni edhe do të kënaqeni në një periudhë shumë të veçantë të jetës, e që unë do thëja që është më energjikja, më e mira, më e bukura për të qenë në periudhën e të qenurit studente. Mirë se keni ardhur në Universitetin e Prishtinës, gjithandej këtu janë vendosën disa tavolina ku ju mund të informoheni për drejtimet cilat ofrohen në Universitetin e Prishtinës dhe për mundësitë që ju i keni për të ardhmen tuaj e me këtë edhe të vendit tuaj. Mirë se keni ardhur e ju priftem bara. Të dashur maturant, kolegë, student të arshëm, që sot jeni musafir me të rëndësishëm këtij panajiri informues. Është nder dhe privilegj i veçantë për mua, si kryetari i Parlamentit Studentor të Universitetit Prishtinës, që t'ju drejtohem sot në këtë organizim që e kemi përgatitur për ju, që jeni në prag të një prej vendimeve më të rëndësishme të jetës tuaj, të zgjedhjes së rrugës së studimit dhe të profesionit të arshëm. Universiteti i Prishtinës është më shumë se një institucion arsimor. Është një histori, traditë, por edhe progres, shpresë për të ardhmen. Është vendi ku janë formuar mira kuadro intelektual e profesionistë të gjitha fushave, që kanë dhënë e po japin kontribut në shoqëri, në Kosovë dhe përtej kufive të saj. Ju, që sot jeni këtu, përmes këtij panajiri informues, do të keni mundësi të njiheni nga afër me programet e studimit, përparësitë dhe profesionalizmin që ofron fakulteti në kuadër të Universitetit të Prishtinës. Prandaj, sot do të isha i lumtur që nëse i kushtoni vëmendje këtyre 14 tavolinave informuese, përmes të cilave do të informoheni nga studentët aktual të Universitetit të Prishtinës, duke ndarë me ju pikpamjet e tyre për Universitetin e Prishtinës. Mund të them lirshëm se Universiteti i Prishtinës është vend i dijes, por edhe i zërit lirë, i mendimit kritik dhe i bashkëpunimit. Si Parlament Studentor jemi dëshmitar dhe pjesëmarrës të përditshëm në jetën dinamike të këtij institucioni, në sfidat e tij dhe në përpjekjet e përbashkëta për përmirësimin dhe përparim. Të dashur maturant, ju jeni në një moment vendimtar. Zgjedhja që do të bëni sot, nesër do të jetë baza e karrierës suaj. Por, dhe ndikimi i juaj në shoqëri. Këtu do të gjeni jo vetëm dije, por edhe komunitet. Do të gjeni njerëz që do t'ju mbështesin, sfidojnë dhe inspirojnë. Ju faleminderit që jeni sot këtu. Ju mirpresim nesër si student të Universitetit të Prishtinës, të universitetit që frymon me qytetin, që rritet me vendin dhe që jeton për të ardhmen tuaj. Faleminderit dhe mirë se vini në Universitetin e Prishtinës.
Tani ju inkurajoj që të ndalini në stendat informuese të fakulteteve për të mësuar më afër se çka ofron secili drejtim studimi dhe se si mund të bëni pjesë e komunitetit ton akademik. Është kënaqësi t'ju kemi sot këtu dhe shpresojmë që shumë prej jush nesër do të bëhen student të Universitetit të Prishtinës. Ju ftoj të merrni pjesë në koktejlin e përgatitur për ju. Faleminderit dhe mirupafshim.